Përmendë kushtet shpeshherë tek ne jo shumë të favorshme. Sa ndikojnë këto faktikisht në punën e juaj? Apo edhe ndoshta në, le themi, në shpresën ose në qëllimin që keni për një rezultat të suksesshëm? Po, tash jo çdo herë janë në favor dhe në nivelin e pritshmërive të cilat ne jemi të dedikuar ose jemi të parashikueshmëria e çdo secilit për një punë, për një veprimtari. Por unë kam pasur tendencën gjithmonë që aty ku nuk ka kushte të punojmë që të krijojmë kushte. Se jo çdo herë të gjithë rrethana, të gjithë kondicionet janë në favor të asaj çka duam të bëjmë. Dhe kjo më ka shku për dorë, edhe kur kam qenë edhe si mjek i përgjithshëm, por edhe mandej edhe si specialist që atë që kam gjetur të së ndërtojmë, të avansohet, gjithmonë në interes asaj që ne të kemi kushte më të mira për punë dhe të japim shërbim që është ajo intenca e fundit, shërbim sa më të mirë pacientëve, të sëmurëve, për shkak se ne edhe në fund të ditës ekzistojmë për pacientin, për të trajtuar hallin sëmundjen e të prekurve nga ndonjë sëmundje.